Nga ngjarjet më të rënda kriminale të 2 javëve të fundit ka marrë një tjetër kthes për gjetjen e trupit të pajetë England Koçit, i cili ishte zhdukur pa gjurmë prej 4 qershorit. Pas një operacioni të gjerë kërkimit të zhvilluar nga strukturat e policisë së shtetit në mbështetjen e autoriteteve të Kosovës, trupi u lokalizua në një humner pranë fshatit Corruj në zonën kufitare mes Tiranës dhe Elbasanit. Pas burimeve pranë grupit hetimor, dyshohet se 34 vjeçari është ekzekutuar me një plumb pas koke dhe më pas trupi i tij është transportuar e hedhur në zonën e thellë ku u gjet. Për shkak të kohës së gjatë që kishte kaluar nga momenti i zhdukjes, trupi ishte në gjendje të avancuar dekompozimi. Identifikimi u bë fillimisht përmes të dhënave të mbledhura nga hetuesi dhe më pas u konfirmua nga familjarët në morgun e Tiranës. Hetimet kanë zbuluar se personi i fundit që kishte kontakt me viktimën ishte Armand Çakaj, mik i ngushtë i tij, i cili tashmë konsiderohet i dyshuari kryesor dhe vijon të jetë në kërkim nga policia. Sipas të dhënave hetimore, mbrëmjen e 4 qershorit, England Koçi kishte shkuar me motor në lokalin në pronësi të Shakajt në zonën e sheshit Wilson në Tiranë, që nga ai moment ai nuk u pa më i gjallë. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë fiksuar të dyshuarin duke transportuar qese të mëdha të zeza nga ambientet e lokalit drejt automjetit të tij tip Porsche. Hetuesit dyshojnë se në të ndodhet trupi i viktimës. Një element i rëndësishëm i hetimit është edhe dëshmia e kamarierit të lokalit, Enea Zyferi, i arrestuar nga policia. Ai ka deklaruar se mbrëmjen e ngjarjes e kishte parë England Koçin të hynte në lokal, por nuk e kishte parë më të dilte prej tij. Sipas dëshmisë së tij, pronari kishte kërkuar të fikte ndriçimin e ambienteve për të nxjerrë një objekt të madh nga lokali. Gjatë kontrolleve në automjetin e të dyshuarit janë konstatuar një lloj gjaku, të cilat dyshohet se i përkisnin viktimës. Ekspertiza laboratorike pritet të japë përgjigje përfundimtare mbi këtë provë. Ndërkohë, grupi hetimor po verifikon disa pista që mund të kenë çuar në krimin e rënd. Dyshimet kryesore lidhen me konflikte financiare, aktivitet në fushën e kriptovalutave dhe mosmarrveshjeve që mund të kenë lindur nga huadhënia në interesa të larta. Policia vijon kërkimet intensive për lokalizimin dhe arrestimin e Armand Çakajt, i cili konsiderohet person kyç për zbardhjen e plotë të ngjarjes.